Horoskopi datë 11 dhjetor 2025. Dashi, sot energjitë planetare të vendosin në një ritëm të shpejtë. Dita nis me vrullë dhe dëshirë për të marrë kontrollin. Në planin profesional, një mundësi e papritur mund të shfaqet, sidomos në ke pritur konfirmime ose përgjigje të rëndësishme. Bëhu i prerë, por jo impulsiv. Kombinimi i këtyre cilësive do të çojë drejt rezultateve të shpejta. Financiarisht, diçka po stabilizohet. Një pagesë e vonuar ose një shpenzim i madh më në fund me një drejtim më të qartë. Në dashuri, energjitë janë të ngrohta. Ata në çift mund të flasin hapur për planet e së ardhmes, ndërsa një bisedë e sinqertë sjell më shumë siguri. Beqarët janë në një ditë me magnetizëm të lartë. Dikush që të ka vëzhguar prej kohësh mund të afrohet më shumë. Sa i përket shëndetit, kushtoj vëmendje tensionit dhe lodhjes së akumuluar. Një aktivitet i lehtë fizik do të ndihmojë në shlirimin e energjisë së tepërt. Demi. Sot është një ditë që kërkon durim dhe qetësi, dy cilësi që Demit i vijnë natyrshëm. Në punë mund të marrësh një detyrë që kërkon përqendrim dhe analizë të thellë. Energjitë planetare favorizojnë zgjidhje afatgjata. Ndaj mos u ngut dhe besoj metodës tënde të zakonshme. Financat janë në një moment të qëndrueshëm, por shmang blerjet impulsive. Sidomos online. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje ose siguri emocionale. Sot është dita ideale për të treguar për kushtimin tënd përmes gjesteve të thjeshta. Beqarët do të ndihen më social se zakonisht dhe një takim i këndshëm mund të sjellë një shkëndijë të re, sidomos me dikë praktik dhe një shenjë toke. Shëndeti është kryesisht i mirë, por kushtoj vëmendje qafës, shpinës dhe tensionit muskulor. Një mesazh ose mbrëmje relaksi do t'ju bënte mrekulli. Zgjidhni ngadalësinë në vend të ngutjes. Pinjakët. Dita sjell lëvizje, komunikim dhe shumë informacione që duhet i përpunoni me kujdes. Në aspektin profesional, është një moment fantastik për takime, prezantime dhe negociata. Fjala jote ka peshë sot dhe bindje. Një ofertë interesante ose bashkëpunim afatshkurtër mund të hapet papritur. Financat kërkojnë kujdes, mos i merr vendimet vetëm bazuar në optimizëm. Analizat janë thelbësore. Në dashuri, çiftet mund të kenë një bisedë të rëndësishme që risjell qartësi dhe afrim emocional. Beqarët duhet të shfrytëzojnë komunikimin. Një mesazh, një koment ose një bisedë e rastësishme mund të shndërrohet në diçka më shumë. Shëndeti është i lidhur drejt për drejt me mendjen. Nëse je në stres, trupi e ndjen. Bëj një pushim mendor larg telefonit dhe pajisjeve teknologjike. Sot fjalët janë arma jote më e fortë. Përdori me mençuri. Gaforja. Energjia e ditës të sjellë një gjendje emocionale dhe introspektive. Në punë mund të kërkosh qetësi për të përfunduar detyra të rëndësishme. Intuita jote është jashtëzakonisht e fortë sot, ndaj dëgjoje me vëmendje. Financat përmirësohen fal një vendimi të mençur që ke marrë kohë më parë, ose një shpenzim i panevojshëm që e keni shmangur momentin e fundit. Në dashuri, çiftet gjejnë ngrohtësi dhe afrimitet. Një detaj i vogël mund ta bëjë partnerin ose partneren tuaj të ndihet e vlerësuar. Beqarët tërheqin njerëz të ndjeshëm dhe të kujdesshëm. Një takim romantik ose një bisedë e thellë mund të ndezë një marrëdhënie të re. Shëndeti kërkon vëmendje në sistemin e tretjes, shmang ushqimet e rënda dhe kërko qetësi. Sot, ndiq zemrën, ajo e di rrugën më së miri. Luani. Sot shkëlqimi yt natyral rritet edhe më shumë. Një ditë ideale për të vënë në qendër të vëmendjes. Në punë të hapen dyer për të treguar talentet dhe leadershipin tënd të natyrshëm. Dikush mund t'ju kërkojë një mendim ose udhëzim. Financat po stabilizohen dhe mund të marrësh një pagesë apo shpërblim që e ke pritur prej kohësh. Në dashuri, ndjenjat janë të forta. Marrëdhëniet në çift janë të mbushura me pasion dhe sinqeritet. Beqarët nga ana tjetër rrezatojnë magnetizëm. Një person me personalitet të fortë mund të afrohet. Shëndeti është i mirë, por mos e tepro me oraret e ngutshme. Ruaje energjinë deri në fund të ditës. Sot shkëlqe, por mos harro edhe të jesh bujar e zemërqer.
Virgjëresha. Dita kërkon organizim dhe efikasitet. Dy fusha ku ti shkëlqen natyrshëm. Në punë, detyrat e vogla marrin rëndësi dhe çdo detaj mund të bëjë diferencën. Je më produktiv se zakonisht dhe mund të përfundosh diçka që ka mbetur pezull prej kohësh. Financat gjithashtu janë të qëndrueshme, por vendimet afatgjata duhen parë me objektivitet dhe me qetësi. Në dashuri, çiftet gjejnë stabilitet dhe më shumë durim ndaj njëri tjetrit. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës ose aktiviteteve profesionale. Shëndeti kërkon kujdes, sidomos sistemi juaj nervor. Mos e ngarkoni veten me shumë detyra njëkohësisht. Sot, prakticiteti është aleati yt më i fortë. Shëndeti në tërësi kërkon më shumë kujdes, sidomos nervat dhe tensioni i mbledhur nga shumë përgjegjësi. Është një ditë ideale për çajra qetësues dhe frymëmarrje të shpeshta. Peshorja. Sot dominon harmonia dhe kërkimi një ekuilibri emocional. Yjet të japin aftësinë për të parë çdo situatë nga të gjitha anët, gjë që të ndihmon të shmangësh tensionet dhe të krijosh qetësi rreth vetes. Në punë, kjo është një ditë e shkëlqyer për bashkëpunime dhe për të zgjidhur konflikte që mund të kenë lindur ditët e fundit. Diplomacia jote është e jashtëzakonshme dhe fjalët e tua çelësojnë dhe njerëzit më të ngarkuar. Financat janë në një fazë neutrale për të qëndrueshme. Në dashuri, çiftet do të gjejnë një ditë të ngrohtë dhe të qetë. Ka mundësi që sot ju shfaqet një bisedë e rëndësishme për të ardhmen, por gjithçka do të kalojë me butësi. Peshorja ti ta kthejë çdo debat në një moment afërsie. Shëndeti kërkon fokus te ekuilibri i përgjithshëm, gjumi, hidratimi dhe stresi. Mund të kesh nevojë për pushim edhe fizik edhe mendor. Akrepi. Energjitë janë të thella sot dhe të ngarkuara emocionalisht për ju, por në një mënyrë që ju jep forcë, jo lodhje. Intuita është në kulm dhe arrini të lexoni mes rreshtave në çdo situatë. Në punë, kjo ditë ju lejon të gjeni zgjidhje të zgjuara, sidomos për çështje që të tjerët as nuk i shohin fare. Financat janë në një periudhë transformimi. Mund të bëni një pagesë të rëndësishme ose merrni një vendim që do të ndikojë disa muaj në avans. Shmangini rreziqet e panevojshme financiare, sidomos gjërat që duken shumë të mira për të qenë të vërteta. Në dashuri, çiftet përjetojnë thellësi dhe pasion. Mund të ketë bisedë për xhelozi, pasiguri ose nevoja emocionale të partnerit tuaj. Energjitë shumë të forta romantike dhe fizike janë në ajër. Shëndeti kërkon vëmendje në energjinë seksuale dhe sistemin riprodhues. Keni energjinë e Feniksit për ringjallje, thellësi dhe transformim. Shigjetari. Dita e sotme të mbush me energji të gjallë, dëshirë për aventura dhe mendime të reja. Në punë ka një shans të madh për të marrë njohuri të reja ose për të hyrë në një projekt që ju hap horizonte të tjera. Mund të shfaqet një mundësi trajnimi, një ftesë për bashkëpunim ose një lajm që ju jep shumë motivim. Financat janë në një moment të qëndrueshëm. Shpenzimet për udhëtime, teknologji ose ide të reja mund t'ju tundojnë. Bëjni, por vetëm pasi të jeni të sigurt. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për hapësirë dhe liri, por në mënyrë të shëndetshme. Beqarët kanë një ditë fantastike për të njohur dikë, sidomos dikë të huaj aventurier ose me një botkuptim ndryshe nga njerëzit e zakonshëm. Shëndeti është i mirë, por duhet kujdes për tretjen dhe gjumin. Mund të ndiheni nervoz dhe të kërkoni liri në të gjitha drejtimet. Sporti në midis të hapur është perfekt. Priciapi. Dita ju gjen të fokusuar dhe të vendosur. Sot mund të merrni një vendim të rëndësishëm për karrierën ose të bëni një hap që e keni menduar shumë gjatë. Në punë përgjegjësitë rriten, por edhe aftësia jote për t'i përballuar. Njerëzit ju shohin si pikë stabiliteti dhe është dita për të treguar profesionalizmin tuaj. Financat janë në rritje. Mund të merrni një pagesë të pritur prej kohësh ose konfirmim që lidhet me fitimet tuaja të ardhshme. Është dita për të bërë planifikime afatgjata financiare. Në dashuri, çiftet fokusohen tek serioziteti i marrëdhënies. Mund të diskutohet për bashkëjetesë, angazhim ose çështje praktike që kërkojnë marrjen e vendimeve. Beqarët nga ana tjetër tërheqin njerëz të pjekur dhe të qëndrueshëm. Shëndeti kërkon kujdes te kockat, gjunjët dhe lodhja kronike. Jepini trupit pushimin e nevojshëm.
Ujori. Sot kreativiteti juaj është në kulm, mendja më e hapur se zakonisht dhe idetë ju vinë me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Në punë mund të dalloheni për një ide inovative ose një sugjerim që i zgjidh punët më shpejt se pritej. Nëse jeni në një projekt krijues, dita është perfekte për ju. Financat janë neutrale, por kjo është një gjë e mirë. Mund të merrni një lajm të mirë për një pagesë ose reduktim të shpenzimeve. Në dashuri, çiftet komunikojnë lirshëm, e thyejnë rutinën dhe gjejnë mënyra të reja për t'u afruar. Beqarët janë shumë magnetik sot. Një person me mendime të pazakonta ose me stil unik do t'ju afrohet. Shëndeti kërkon vëmendje tek sistemi nervor. Përpiquni të shkëputeni nga pajisjet teknologjike përpara gjumit. Peshqit. Dita sjell një valë të fortë ndjeshmërie, intuit dhe ëndërrim. Në punë, kreativiteti është i theksuar dhe mund të zgjidhësh diçka të vështirë përmes imagjinatës dhe aftësisë për t'i ndjerë situatat. Sot është ditë ideale për punë artistike, dizajn, shkrim ose çdo gjë që kërkon frymëzim. Financat ama kërkojnë kujdes. Mund të keni prirje të shpenzoni për shkak të emocioneve, jo sepse keni nevojë. Mos i besoni intuitës në çështjet monetare sot. Në dashuri, çiftet janë të buta, të ndjeshme dhe më romantik se zakonisht. Një bisedë ngrohtë mund t'i afrojë zemrat tuaja më shumë. Beqarët do të tërheqin persona të ëmbël dhe shumë emocional. Një ndjenje forte e korrespondencës tuaj shpirtërore mund të lindë papritur. Shëndeti kërkon ujë, qetësi mendore dhe pak më shumë gjumë. Është ditë e mirë për detin, muzikën ose gjëra që ju ushqejnë shpirtin. Energjia e ditës ju sjell intuit, butësi dhe magji.